Një objekt vogël me 2-3 tavolina, specialitet i gatimit të pulës. I kanë pranu musafirët edhe kur s'ka pas ushqim edhe buk. Pulë ka një gatim pak më të veçantë. Kjo ka qenë, ta tham, imponim i nevojat të një kohë kur ka qenë shumë vështirë të gjendesh edhe të jetosh. Është fjala për vitet 90-ta, edhe mu ka imponu si nevoja dhe herë, po thëmë, po jo si zanati imi, nga se unë nuk jam marrë fare me këtë zeje. Të qenë se jam i këti fshati, edhe kjo pjesë, ku gjindemi tash është pjesë tokë e familjes time, kam pas një fatë që në një periudhë, kur të gjithë gati, kem qenë pa punë, të nisi, ashtë sa unë kam menu se muj me uzinë, një objekt vogël me 2-3 tavolina, një lloj bifeje, ku ka mujtë me shqitë, ndo një pije, edhe ndo një salat, ose diçka tjetër. Po është se po shkon mirë, e zerova edhe me një specialitet i cili tash ves është i njoftën, specialitet i gatimit të pulës, specialitet i cili me marrë kështu si kuptim ushqimi si pulë, është mjaft e popularizuar te qytetarët të përgjithsisht. Po këtu është bëhet një gatim në një mënyrë pak më specifike, edhe është produkte dhe gatim që kam pas fat shkon, domethënë plasohet edhe njerëzit vinë nga të anë të Kosovës. Fati jem, i familjes teme, është ajo se këtu pata fatin që ky lloj gatimi të plasohet edhe të pranohet mirë të konsumatorët, të njerëzit. Në atë segment, unë jam përpjek që t'i shtoj krahas përgatitjes asabo, t'i shtoj edhe mikpritjen. Nga se veç nëse nuk dojmë, se ne, sidomos ne shqiptarët, nuk kem nevojë shumë me lexu, vetëm ta respektojmë traditën e të vjetërve, gjyshit, para gjyshit, ku i kanë pranu musafirët edhe kur s'ka pas ushqim edhe buk. Në 96-ën, dikon fillim në 97-ës, është mbyll, nga se u bo një presion i madh i pushtetit atëhershëm, nuk ka vazhdu shumë edhe ma kanë shkatru kështu. Ajo s'është pjesë e kalume, dhe kam jetë prapë në një gjendje ku kam jetë jashtë luaja të biznisit, në një gjendje që s'kanë jetë gati gjithë shqiptarë. Më ka lind ideja me vazhdu, kam bërë renovime, edhe kam shku gradualisht të shtu. Të shtu puna, unë të shtu si përfasen. Edhe kam rrinë sot ku punoj, bëj veten, bëj familjen time, bëj punëtor mjaft, kësaj zone, edhe kështu në një moshë që jam tash për shefni edhe vetë, jam i kënaqur me të arriturat e asaj që mund të quaj jetë, e i darës, si që thojnë në një fjalë të vjetër, ku, ju tham, kam një idare të kënaqshme, edhe një ushqim shpirti, jo vetëm stomaku. E unë ata përpjekna me mujt me u afru se cilit që vjen këtu. Vetë natyra dhe rrethonat nuk me lejojnë unë me lujt me smime edhe me specialitetet larta, nga se kjo fshat. Në këtë fshat nuk ka lice, nuk ka bjeshk, nuk ka zona turistike për të cilat vinë njerëzit e atër kthehen. Po jam përpjek me bon një lloj ushqimi për të cilin vinë vetëm apostafat, sepse nuk ka asnjë tjetër të thëmë pamje turistike. Normal, si fshat është i mirë, i tumë bukur, kemë lumin e këtë, po unë ato nuk i afroj, nga se janë të natyres. Afroj pulë, me gatimet 2-3 llojesh, mandej prodhimet mishit, edhe peshk vetëm troftën. E cila përgatitet shumë mirë këtu te unë. Po njerëzit vinë përgatitun për pulën, edhe çashtu që ka ndodhur mas 5 vjetëve më ka thonë njëri s'pas na ditë si ka peshk, apo më pëlqej ka shumë peshki. Domthonë çashtu, sallata dëshme edhe. Kjo pulë ka një gatim pak më të veçantë, duhet muzikë vetë komplet. Zgjedhen pulat pak ka shumë që janë. Këta i thonë në gjuhën çka po dinë ta, gastronom brojler, domethënë janë zogj se nuk janë më të vjetë se 6 muaj. Edhe e veçanta është se aja të thëmë fërgohet ose përgjitet se stojtë poplin tigan, në dy onët. Njerë një onë, atër ona tjetër, i sitet hudra, një sos që e gatuat në njërë të veçantë, i sitet në bita, prapë mbullohet, te sa fërgohet për funi, hynë njëra hudrës, edhe njerëzit që e dëshirojnë hudrën, edhe janë shumicat, 80% për atë hudrë vinë, qaj është e veçanta. Prej Kosovës në të nanë, sinqerisht nuk mëj me thonë prej cilëve
pikë në pikë Kosovën, prej Dragoshit, ndash Terin, për te Mitrovisit, i thamë edhe Leposavis, prej Karadokit, Anamorovës, te në Rrugovë, mësë mi përmen pikat ekstremet Kosovës, po kam pas edhe nga truet shqiptare, prej jashtë Kosove, prej Shqipërije edhe prej shumë e shumë. Diasporës ma të gjithë, 2 mujt e vitit pushime, korrike dhe gushti, kam edhe një ditë e dojnë marrë me hongër pull me familje. Bojnë iftar për tëna zonave ku më rrinë, se dihet iftar nuk vjen një individ, po vinë me familje. Thrasin për para, e porosisin menyn, se une nuk ke baj përgaditin me meny të ofrume, po kush ka donë. Po me kusht me lamnon një ditë për para. Të më në kush ka donë prej menys të lën jasoj une, e bojnë menyn, përpjekna mjo afru të gjitha ato, jo vetëm stomokut, po dhe të shpirtit. Se cili për ty në ka ma mirë, edhe mund të përgadit në shpinë e vetë, një dark iftari edhe kalon. Afroj të gjitha ato që i ka një rit i caktum e i cili vishe begaton për mu. Po sincerisht për du tash me bo demagog, se kam përfitim së kënas, ku të gjitha ta e din ku kanë ardhë, edhe të kënë tonë të knasën.